Shikoni një element që shumë kush një për nesh nuk e llogarit si vepër të madhe dhe të mirë. A është vepër e rëndësishme? Thot, është edukimi i vajzave. Kujdesi për vajzat tona, se dikush të na shqiptar si mos ka burri djalë 10 fëmijë i bën, 12 fëmijë i bën veç t'i vere djalë. Po nëse i bën 10 fëmijë çika si atë djalë, shkon të martohet për zdyti. Veç me pas djalë. Pse thot mos më u fik o gjak. Edhe kur t'i vere djali mas 10 vajzave, ato i haron ketë që i ka fëmijë, vetëm. I jipet dallëdizet mas djalit vet, i haron vajzat. Kjo në Islam nuk lejohet. Çdo evlad, qoftë vajzë apo djalë, janë begati dhe dhunti. Kujden Allahu jep vajza, kujden Allahu jep djem. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kujden Allahu jep vajza, kujden jep djem, kujden jep djem edhe vajza dhe ka do ele pa fëmijë. Ama tash se ky ves i jahilietit ka ekzistuar në atë kohë edhe fatkesisht kam bjetu për veseve jahilietit deri më sot, edhe Allah sot ka shumë njerëz që e shkel vajzën për djalin, që me ketë normalisht e shkel fe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson se kujdestari i vajzave të veta, edukatori i vajzave të veta, shërbetori i vajzave të veta është afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tregon Imam Buhariu rahimullahu ta'ala në librin Al-Adabul Mufrad, jo sahihun e tij, në libër tjetër, nga Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men 'ala jariyatayn hatta tadruka dakhalat ana wa huwa fil jannati kahatayn." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush kujdeset për dy vajza derisa të hynë në bilyk, unë edhe ai kena me hi në gjennet kështu. Thot Muhammed ibn Abdulazizi, ashara bis sababati wal wusta, tregoi me gishtin tregues dhe me gishtin e mesëm. Do kështu jemi afër në gjennet. Gjithashtu në musannefin e Ibn Abi Shaybes thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana lahu ukhtani aw ibnatani fa ahsana ilayhima ma sahibatahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahatin." Kush i ka dy motra ose dy vajza dhe kujdeset për to, unë edhe ai jemi kështu në xhennet. Në transmetimin tjetër që bën vetë Imam Tirmidhiu dhe Abu Davudi, thot: kush i ka 3 vajza apo 3 motra, 2 vajza apo 2 motra dhe sillet mirë me to dhe ka frikë Allahun në lidhje me to, ati takon xhenneti. Mojnë men këto hadithe. Djemë që i bëjnë zullum motrave, që i tregojnë muskujt para motrave të veta, se ndodhin këto fatkesin që familjet tona, djemë të fmisa janë. Vjen të shtëpia, ketë hujum, ketë nervoz, ketë mrola. E kujt me ka zotë mrolët më të rastona? Pëse është me e lishta, me e dëfta. Me ahë këtë një e të rehin, kërën të shtëpia ti më të rastona t'i ka zë shforcë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i ka 3 motra ose 3 vajza, 2 motra apo 2 vajza, dhe kujdeset mirë për to, po një gjunejt. Do thot, duhet ati i takon xhenneti. Shikoni çfarë deret madhe xhenetit që djemt fatkeqësisht e ke shpërdorin. A motrat janë më të dhimbshme dhe më të dashta për vllazët. Për atë çfarë do thot, edhe këtë edukat na duhet me shtin shtëpiat tona. Që më kujdes për vajzat tona, kush është bab, dhe për motrat e veta ai që është vëlla. E su ka bo hala bab. Mirë po edhe kjo të bën afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet.